Mos e harro gruan pas shoqërisë. Një ditë do të braktisin të gjithë, prap do të mbetesh me gruan apo familjen tënde. Ky mesazh le të jetë për të gjithë ata të cilët do të kenë mundësinë ta dëgjojnë këtë këshill, sepse do të jetë shumë e rëndësishme për raportin e tyre bashkëshortor. Shoqëria është pjesë shumë e rëndësishme e jetës tonë. Por apo keq përdoret kjo hapësirë nga shumë burra? Po, sepse shumë gra ankohen se burrat e tyre kalojnë tërë kohën me shokët apo shoqërinë e tyre. Koha më e çmuar duhet kushtuar familjes, jo shoqërisë. Në mesin e shumë personave po ndodh dhe kundërta. Një gjë e tillë po sjell edhe probleme në rrugëtimin bashkëshortor. Nëse ke kohë për çdo ditë për shokët e punës, lagjës apo të fëmijërisë, pse nuk mundesh me gjetë kohë për familjen tënde, për nanën dhe babën, për gruan dhe fëmijët? Merri ata dhe bëni ndonjë shopping, pini ndonjë kafe apo ngreni ndonjë drekë apo darkë. Kjo do të shton dashurinë dhe harmoninë mes jush. Mos u habit pas shoqërisë tënde, e cila në momentin që ja kthen shpinën, nuk kanë me u kujdes për ty, ani pse ka ose mund të ketë përjashtime. Ndërsa edhe pse ti i mungon familjes, gruas, nanës, babës, fëmijës e kështu me radhë, por ata ta ruajnë shtëpinë, pasurinë, nderin, të qëndrojnë besnik. Të mos keqkuptohemi. Shoqëria, siç e tham, edhe në fillim është diçka me vlerë të madhe, por jo në këtë mënyrë si janë duke vepruar një pjesë e madhe e shoqërisë sonë. Për 8 orë është i zënë në punë, pastaj vetëm ushqimin dhe më i herë del me shoqëri. Kjo tregon se ti nuk je duke e vlerësu familjen tënde, që është gjëja më e shtrenjtë për ty. Andaj, ti vëlla dhe motër, kushtoni kohë, vëmendje dhe kujdes familjes, pastaj shoqërisë. Lidhja e tepërt me shoqërinë, duke lënë anash familjen, din me shkaktu probleme të pariparueshme. Andaj, duani familjen.